Gjashtë shenjat e para që jep trupi para atakut kardiak. Ndjesia e shtrëngimit në gjoks është një shenjë klasike ose një shulm në zemër mund të vijë pa dhimbje krahërori, sidomos te gratë. Kërkoni kujdes mjekësor nëse përjetoni një nga këto simptoma. Marramendje. Shumica e sulmeve në zemër nuk shkaktojnë humbje të papritur të vetdijes, por mund të përkeqësojnë dhe të ndërpresin rrjedhjen e gjakut që çon oksigjenin në zemër dhe në tru, gjë që u shkakton edhe paqartësi dhe marramendje. Dhimbje në pjesën e sipërme të trupit mund të tregojnë për probleme me zemrën. Lodhje të cilat janë të pajustifikueshme edhe duke qëndruar ulur mund të jenë shkak i problemeve në zemër. Djersitje të mëdha pa bërë asnjë aktivitet mund të lidhen me shëndetin e zemrës. Të përzierat e shpeshta dhe frymëmarrjet e shpeshta edhe kur nuk kryeni aktivitete të nxitura mund të lidhen me shëndetin e zemrës. Adresojeni këto probleme tek mjeku juaj për të marrë një trajtim të specializuar.